Profeti durimin e ka pas mjetin më të fort në jetë. Prandaj edhe në sport duhet të kesh durim. Vjen të zemrimi, vjen të incidenti, po rikthimi më njëherë, do të thonë mekanizmi po të rikthen, po pendohesh, se nuk është kjo botë e përsosur. Këmbgulja, kemi ekipe me virtyte të tilla si Gjermania, për shembull që i ka mbetur ky mit që këmbgul deri në momentin mirë, po që duhet të deperton fuqia hynore, fuqia drita e Allahut, që ti me ndi prezencën e krijuesit ku të shkojsh, edhe në lojë, edhe këtu, edhe ka të shkojsh, sepse je në përcjellje të diturisë hynore, ka të shkojsh. Se ai është krijues, edhe i materies, edhe jo materies. Prandaj vetë dominimi, durimi, sinqeriteti, ndërgjegja, fisnikria, bujaria, të gjitha këto vlera i mungojnë njerit sotëm. Pra, po në sporti i zhvillon me të madhe, pse duhet me kuptu një relative. E pa mundu mos me pas, po dhe një incidente të vogla e tjera, zemrohet njeriu e tjera, po me gjithate, nëse ka depërtu fuqia hynore, ti me njëherë reagon në mënyrë humane, në mënyrë njerëzore, që do me thanë, natyrshmëria e njerit nuk uzon me të kaluat edhe pse njeri nuk është i përsosur.